amerikanëve. Ekipet e shpëtimit ju dolën në ndihmë banorëve për t'u larguar nga zona e rrezikshme. Ky kaos u krijua të martën herët pasi Rusia nisi një valë sulmesh në kryeqytetin e Ukrainës, duke goditur ndërtesa banimi dhe infrastrukturën energjetike. Kryetari i Bashkisë së Kievit tha se 6 persona janë vrarë gjatë natës nga goditjet ruse. Ndërkaq në Rusi zyrtarët thonë se 3 persona humbën jetën pasi Ukraina kreu sulmet në rajonet kufitare të Krasnodarit dhe Rostovit. Bombardimet pasuan bisedimet midis përfaqësuesve të SBA-s dhe Ukrainës në Gjenevë të dielën në lidhje me një plan paqeje të ndërmjetësuar nga Amerika. Pavarësisht përpjekjeve, skepticizmi mes qytetarëve është i dukshëm. Nuk besoj tek ky plan paqeje, askush nuk do të bëjë asgjë për të. Putini nuk do të ndalet derisa të na shkatërrojë tërësisht. Sekretari i ushtrisë amerikane Dean Driscoll u takua me zyrtar rus për disa orë në Abu Dhabi të martën, pasi administrata Trump nisi negociatat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Driscoll, i cili u bë pjesë e ekipit negociator të SBA-s më pak se 2 javë më parë, tani po drejton fazën e fundit të bisedimeve që përfshin kushtet e një plani të mundshëm paqeje me shtetin e udhëhequr nga Vladimir Putini. Zyrtari amerikan, i cili foli në kushte anonimiteti për të diskutuar negociatat delikate, vuri në dukje gjithashtu se ukrainasit ishin në dijeni të takimit. E këta të fundit theksuan se presidenti Volodymyr Zelensky mund të vizitojë SBA-n në ditët në vijim për të arritur marrëveshjen me homologun e tij amerikan Donald Trump, pasi deklaroi se plani i përditësuar tani përmban shumë nga elementet e duhur. Qeveria talibane e Afganistanit e ka